një sahabi tjetër, Ibn Mes'udi, Abdullah ibn Mes'udi, po prej atyre që njihet prej fukahave, prej ulemave, prej dietarëve, prej hoxhallarëve të mëdhaj sahabeve, është Abdullah ibn Mes'udi. Një ditë për ditëve, Abdullah ibn Mes'udi që njerëzit tjerët edhe sahabët kur u falke ka thonë Ibn Mes'udi ishin të matur pastaj. Se ka datë po thët Ibn Mes'udi, ky ka qenë prej të parëve sahabëve. Një ditë për ditëve ishin rreth tij disa nxonca. Edhe ata nxoncat ishin njerëz më të mirë të umetit pas sahabëve, se ishin tabiin. Ishin ty nalë ty mendu ty po dhikr Allahut azza wa jall. Njëri prej tyre po thët: "O hoxha jon, valla tha, me thonë drejtën, une jo që nuk jemi fort komplet kënaqur me konë veç të gjatët, por kemi qenë me konë minel mukarrabin, prej atyne ofër Allahut azza wa jall." Edhe në fakt kishin të drejtë, sa ata ishin njerëzit më të mirë të umetit që ka lavdru Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu, pejgamberi me tekstet prej me ka lavdru ata. Ndërsa po i than kështu Abdullah ibn Mes'udi këtij për cilin po flasmi, po kjo është njëri faqih, njëri i dijes, edhe ata ishin, po kjo jau kalajke. Abdullah ibn Mes'udi tha: "O shokët e mi, o nxënësat e mi, valla tha, nëse doni me ditë që të në mesin tuaj ku jemi tash në çket rrethin, ka prej atyne që valla kanë qef që mos morin gjallë mukur, kanë qef që ku të ndodh dita e gjykimit me dalë para Zotit, kanë qef mos mund gjallë heq." Ishte për veten e tij. Ju tha xhamatit të tij nxënësave: "Unë ka shumë e kam frikë Allahun, sa që po të mipet zgjidhja mu, mos mund gjallë heq, kisha me zgjedh mos mund gjallë heq." Edhe pse tërthora se Ibn Mes'udi ka qenë prej atyne të përgëzuar me xhennet, megjithatë kishte qef mos mund gjallë heq Ibn Mes'udi. Çka e bëri kjo frika të madhe ndaj Allahut? Çka e bëri? Kush e bëri? E bëri dia që kishte Ibn Mes'udi. Bili rivajeti tjetër vazhdon, Ibn Mes'udi valla thot: "O nxënësat e mi, unë kishna pas qef, ju mos mund gjallë, po edhe në këtë dunja që jam ardh, po unë ka për Zoti s'm ka vetë, se unë kishna pas qef me ka një pemë të cilën e hajnë ndoshta kafshët dhe zhduket çështja ime mo, s'kam punë kur dal para Allahut azza wa jall, s'pyetna për veprat e mia se medet, haj medet për njerëz çka ditë i pret ajo ditë kur dalin para Allahut azza wa jall."